dialogu, ato nuk bëhen mbi bazën e premisave se çfarë mendoj unë për ty. Ato bëhen si reflektim i legitimitetit që ti e merr nga votuesi. Dhe në rast se ka dakordime, në rregull esim tutje se kemi përgjegjësi ndaj votuesve të Kosovës. Në rast se nuk ka përputhje, unë besoj që ne i detyrohemi njëri tjetrit të respekt. Ky ka qenë vullnet i votuesit të Kosovës dhe ne duhet ta respektojmë atë maksimalisht. Po se dima është vullnet e struktura marrë parasysh koalicionit që u ndërtuan në Vushtri. Në rrafshin lokal solli shumë probleme, shumë përplasje, solli reagimin e Abdixhikut tërheqje nga vendimi i Xhafer Tahir, teksa Xhafer Tahir insistoi se tha e ka bërë me Aminin e Abdixhikut fillimisht edhe me kërkesën e ashtu ka qenë, sa unë kujtoj, ashtu ka qenë deklarata dhe është ndërtuar është një traditë politike në Vushtre, ekziston një bashkëpunim ndërmjet lëvizjesve të vendosje dhe LDK-s. Po solli probleme strukturore. Për shkak se në rast se shikoj qenurit nga Prishtina ose nga PE, mbase mos i kuptoni të gjitha kushtimisht i them atyre detajet dhe specifikat e kontekstit politik, po unë ta them se nga në Mitrovicë dhe në Vushtre, LDK-ja ka pas vështirësi të gjej ose gjej forma bashkëpunimi me PDK-n për shkak se është shpirt në kuptimin e dinamikave aty nuk pajtohet, nuk ka pajtueshmëri. Edhe ai veprimi i Tahirit ka qenë më racional i mundshëm, ose në fakt gjëja më e mundshme për shkak të afërsisë që ekzistojnë mes dy elektorateve, edhe për faktin që PDK-ja vazhdon me qenë poli i kundërt i dy subjekteve politike. Këto janë dinamikat që e kanë shty, nuk e besoj që ka pas një qëllim të keq përse as të indikoj dinamika tjera në komuna tjera, por ka qenë i lokalizuar në Vushtre me tendenca që ai të replikohet potencialisht edhe në Mitrovicë për shkak të ngjashmërisë që i kanë edhe zonës që është kufitare. Edhe unë besoj që ishin përkeqar dhe ato deklaratët të thiftohet në komision disiplinor, se unë përcjella intervistën e Abdixhikut, pata përshtypjen që ishte në linjë ca ditë ose javë përpara, ishte në linjë me atë koalicion. Në fakt, ai e tha vetëm në kuptimin që në rast se na fitojna do të detyrohemi me bashkëpunu me vendosjen se përcakton fituesin, patër në rregull jemi, do të i ka taku qytetarëve të vendosin. Dolën tretët, prandaj ndoshta ata dolën tretët, nuk dolën ballotazh, prandaj ndoshta vjen kjo e njëjta. Kjo është në vazhdim përpjekje